Përshëndetje shikues të dashur të radio televizionit publik të Kosovës. Në Kleçk, për të 14 herë u mbajt manifestimit tradicional, të gjitha rrugët çojnë në Kleçk 2012 në nderim të dëshmorëve të brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova. Brigada 121 që kishte dalur nga lufta e ushtrisë qërimtare të Kosovës, kishte operuar me sukses në këtë territor, duke marrë përsipër mbrojtjen e mëse 80.000 qytetarëve të kësaj ane, të cilët i shpëtuan plojës serbe. Natyrisht në këtë territor ka vepruar edhe shtabi i përgjithshëm i ushtrisë qërimtare të Kosovës, Spitali Ushtarak, Radio Kosova e Lirë, Kosova Press, dhe për herë të parë kishte filluar se funksionori qeveria përkohshme e Kosovës. Pra në kompleksin e varrezave të dëshmorëve të kësaj brigade, përveç komandantit të saj Ismet Jashari Kumanova, kishin rënë edhe 66 dëshmorë. Dëshmorët që kishin rënë në këtë betejë ishin Ismet Jashari, natyrisht komandanti i kësaj brigade, pastaj Gani Kastrati, Nohe Mazreku, Habib Zogaj, Afrim Buçaj dhe të tjerë. Dhe gjaku i tyre ka sjell dhe sakrifica e gjithë ushtarëve dhe gjithë popullit të Kosovës ka sjell deri këtu, ku Kosova tashmë është e pavarur dhe është demokratike. Të nderuar familjar të dëshmorëve, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur në Kleçk për të 14 herë me radhë për të nderuar me pietet dëshmorët e brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova. Brigada 121 e dalur nga njësitë e para të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ka operuar me sukses në këtë territor. E organizuar në 4 batalione dhe shumë kompani, në zonën e përgjegjësisë së kësaj brigade, në kohrat më të vështira, mbietuan mbi 80.000 qytetarë të kësaj treve. Luftëtarët e kësaj brigade u përkujdesën për jetën, shëndetin, ushqimin, madje edhe për shkollimin e tyre. Gjithashtu, në këtë territor, ka vepruar shtabi i përgjithshëm i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Spitali Ushtarak, Radio Kosova e Lirë, Agjencia e Lajmeve Kosova Press dhe i për herë të parë ka filluar punën Qeveria e Përkohshme e Kosovës. Të gjitha këto aktivitete dhe frytet e lirisë që i gëzojmë ne sot,
janë vepër e sakrificës sublime të dëshmorëve të kombit që po i përkujtojmë sot. Andaj, ju ftoj që t'i nderojmë ata me një minutë heshtje. Lavdi dëshmorëve të kombit. Të nderuar të pranishëm dhe ju telespektator të Radio Televizionit të Kosovës. Ishin këto shkurtimisht të dhënat kryesore, veçantit kryesore në mesin e një vepremtarie shumë të madhe të kësaj brigade. Këto janë ato që karakterizuan kohën e luftës e që do të përkujtohen në vazhdimsi në ditën kura heroikisht edhe komandanti i kësaj brigade, Ismet Jashari Kumanova. Në vazhdimsi po punohet edhe në kompleksin memorial dhe dita ditës ai po vjen duke marrë formën e projektuar në fillim. Të nderuar të pranishëm, më lejoni që të ftoj në emër të organizatorit të këtij manifestimi të marrë fjalën antari i shtabit të brigadës 121, Zoti Qerkin Dukolli. Të nderuara familjet dëshmorëve të kombit, invalidë dhe veteranë të luftrave shqirimtare. Të nderuara anëtarë të kabinetit qeveritar, deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës, ju të pranishëm zonja dhe zotërinj, autoritetet lokale, qendrore, përfaqësues nga KFOR-i, nga Policia e Kosovës, mirë se keni ardhur në manifestimin qendror që mbahet për nder të 14 vjetorit të rënies së Ismet Jasharit dhe gjithë me shok dhe në përkujtim të gjithë dëshmorët të brigadës 121 Kumanova. Janë 14 vite përkujtim, 14 vite nderim para varrezave të dëshmorëve, 14 vite për kushtimi yni për të rregulluar këtë memorial dëshmorëve të kombit në mënyrë që sa do pak të jemi më afër, më pranë realitetit që krijuan vetë dëshmorët e kombit, duke rënë në altar të nderit për të bërë lirinë dhe shtetin e Kosovës që ne e gëzojmë sot. Sot, 14 vite pas rënies së Ismet Jasharit me shok dhe gjithë dëshmorëve të kombit, patjetër që kujtesa jonë historike natyrshëm rrjedh në ato kohë të lavdis dhe dhembjes krenare. Betejë pas beteje, nga istikami në istikam, nga njëri vend në tjetrin, luftë për jetë a vdekje dhe ne e mundëm vdekjen, e larguam anëmiku në kupus serb, nga ky trull dhalbror e fituam lirin, çliruam vendin, ndërsa sot e kemi edhe shtetin. Dhe kjo u arrit fal gjakut dëshmorëve që përkujtojmë sot. Lavdi e përjetshme për ta dhe aktivitetit të çdo luftëtari të UÇK-s, të kësaj brigade dhe gjithë luftrave shlirimtare. Të nderuar të pranishëm, u arrit liria, u çlirua vendi nga luftëtarët e devotshëm, nga se në çdo moment na udhëhiqte zëri kushtrimtar dhe luftra heroike e komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jashari. Na udhëhiqte flamuri dhe emblema e ushtrisë shlirimtare të Kosovës, na udhëhiqte ideali për të parë vendin tonë të lirë, vendin tonë të zhvilluar dhe vendin tonë konkurrent në vlerat demokratike europiane. U arrit kjo fal mundit dhe sfidimit të përhershëm të gjithë ushtarëve të brigadës sonë. Urime bashkëlutetar kudo që jeni, për jetë të jeni krenar për punën që keni bërë për vendin tuaj duke sjellur lirinë. U arrit kjo fal ndihmës dhe punës së madhe që bën çdo shtëpi dhe çdo person i këtyre anëve, i këtyre bjeshkëve, i këtyre luginave, secili në mënyrën dhe mundësinë e tij. Faleminderit juve qytetarë të këtyre fshatrave, historia do jemi mirënjohës për herë për punën e devotshme që keni bërë për vendin tuaj, ju meritoni shumë. Të nderuar të pranishëm, beteja e Llapushnikut, Luzhnicës, Caralevës, Bajrakut, Rahovecit, Bllacës, Blinajës, Tërpezës, Orllatit, Nishorit e shumë me shumë të tjera janë vetëm disa tregues të mirë dhe të mashëm në rrafshin ushtarak që karakterizojnë qendresën heroike të luftëtarëve të kësaj brigade, për cilat më së miri do të jetë historia në një të ardhme. Raporti i forcave në numër dhe në makineri ushtarake në terren ishte shumë i disfavorshëm për ushtrinë shtrimbtare të Kosovës, Karshi i ushtrisë dhe policisë serbe.
por ishte qëllimi dhe ideali luftëtarëve tanë shumë më i madh se ky, andaj edhe mundëm këtë raport të disfavorshëm. Ishin gjithashtu 1 milion arsye që bën në përcaktimin e fituesit. Ishin po këto arsye që kthyn mendjen dhe veprimin konkret të botës demokratike, që t'i vihet në ndihmë luftës sonë të drejtë dhe të shenjtë çlirimtare, duke e aktivizuar edhe aleancën veriatlantike të NATO-s. Të nderuar të pranishëm, ne veteranët, bashkëluftëtarët, gjithë ju që kemi ardhur sot në nderim të dëshmorëve të kombit, tani më afër kemi filluar të prekim frutet e lirisë. Tani Kosova është shtet, tani më shumë shpejt do të kemi edhe ligjin e miratuar për veteranët e luftës dhe kategoritë. Mirë po kjo na bën edhe më përgjegjës dhe më obligativ ndaj të kaluarës sonë, të shenjtë të luftës OÇK-s, ndaj dëshmorëve të rënë, kujdesit për familjet e tyre, për bashkëluftëtarët dhe invalidët që kemi. Krejt në fund, unë do të uroja të gjithë familjarët e dëshmorëve, lumt ju që kontribuat më shumëti për lirinë e Kosovës, duke dhënë bijt dhe bijat më të shtrejt të juaj. Do të falenderoj gjithë bashkëluftëtarët për kontributin e tyre historik në kohën dhe vendin e duhur. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi e përjetshme luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Faleminderit. Një vit më parë na mungoi prezenca e tij fizike, por pa dëshirën e tij. Sidoqoftë të gjitha rrugët çojnë në Kleçkë dhe ai është sërish mes nesh. Kthehet si gjithmonë fitimtar, por të nderuar bashkëluftëtarët e tij. Kthehet mes popullit që i dha e po vazhdon të jap mbështetjen e pa rezervë. Ftojmë deputetin e Kuvendit të Kosovës dhe themeluesen e Brigadës 121, zotin Fatmir Limaj. Të nderuar familjet e dëshmorëve, nderuar invalid, bashkëluftar, veteran, të nderuar strukturat parlamentare, qeveritare të Republikës Kosovës, miq të dashur. Kushtrimi të komandantit legjendar, Adem Jasharit, simbolit jo vetëm të shqiptarëve, po simbolit e sakrificës të humanizmit, paqes, burnisë dhe trimnisë të njerëzimit, Adem Jasharit ju përgjigjen gjithë shqiptarët ku do që ishin. Pa dallim, moshe, gjenie dhe profesioni. Qëllimi ishte një dhe i vetëm që shqiptarët kishin arritur në një stad të pjekurisë e tyre politike, ekonomike dhe kombëtare për të organizuar një luftë efikase, luftën çlirimtare. 100 vjet përpjekje, 100 vjet sakrifica, 100 vjet dhunë, terror, 100 vjet pastrime, dhunime dhe shkatrime që e bën një pjesë të Shqipërisë, e cila padrejtisht u nda në vitin 1912, arritën që në fillimit e viteve të 90-ta, në krye me komandantin legjendar të organizohet dhe të shfrytëzohet maksimalisht energjia e akumulume liritarëse brenda çdo qytetari shqiptar që për qëllim e kishte lirinë, atdheun dhe çlirimin. Prandaj, dhe jo rastisht u krijua ushtria shqiptare e Kosovës, dhe jo rastisht kjo ushtri u tregua dhe koha tregoi si një nga guerilet e organizuar dhe pastaj e avancuar në një ushtri të rregullt, si ushtria më e suksesshme e pas luftës së dytë botërore. Ku ishin shqiptarët para 100 viteve? Sot jemi në përvjetorin e burrave që kanë dhënë më shumë për lirinë e Kosovës. Mirë po, ky përvjetor sot është edhe në vigjileun në 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Edhe atëherë para 100 viteve, mu sikur sot ne këtu ka të shiqojmë mrapa këta djem e burra të Kosovës, që sot janë dëshmor, po thuaj është e njëjta, i njëjti film i para 100 vite përpara. Një masë e patriotëve shqiptare në kënd, trojeve shqiptare, pa dallim feje,
u pashkuan, u afruan, shkuan në Vlorën heroike, ngritën flamurin e pavarësisë dhe arritën të shpëtojnë një pjesë të Shqipërisë. Në vitin 1998, në flamurin dhe kushtrimin e Adem Jasharit u pashkuan shqiptarët e trojeve të rubruara nga kufiri administrativ i Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë, Preshevës, Malizi dhe nga Shqipëria nëm, nga gjitha qytetet e Shqipërisë, për të realizuar edhe një pjesë të amanetit të atyre burrave të maj, Ismail Qemalit, Isa Bulitinit me shok, për ta bërë edhe Kosovën si Shqipërinë, Kosovën shqiptare të pavarur e të lirë. Shiqoni dëshmorët që kemi ju para. Mesin e tyre ka nxënës, mesin e tyre ka intelektual, mesin e tyre ka arsimtar, mesin e tyre ka punëtor, mesin e tyre ka fshatar. Ky është shembulli më i mirë që pjesëmarrja në luftën e Kosovës nuk i ka dallu shtresat. Dhe kjo tregon që UÇK-ja ka pas për masa popullore. Për masa popullore pa dallime, edhe shtresave e pa dallime fetare, sepse ideali i tyre ishte vetëm një: flamuri kombëtar dhe liria e Kosovës. 14 vite vazhdojmë të jetojmë pa prezencën e ushtrisë dhe policisë serbe. Sot, për disa nga bashkëliftarët tanë janë 14 vite që nuk janë më në mesin tonë, disa të tjerë 13. Data 25 gushtit nuk është e zgjedhur rastisht për të përkujtuar gjithë dëshmorët e brigadës. Sepse me 25 gusht, në betejën fyt për fyt me forcat serbe ra dëshmori e heroi i Kosovës, i dekoruar nga presidenti Ismet Jashari së bashku me Nuhien, Habibin, Ganin, Aprimin, djemt të cilët ishin bërthama e brigadës 121, po jo vetë e brigadës, po ishte shëmbëltyra, ishte imazhi më i mirë se si duket dhe lufton ushtari i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në vitin e kaluar, u tha dhe nga parafolsja, ne një pjesë, një grup e ushtarëve të kësaj brigade nuk kemi marrë pjesë në përvjetorin e vitit kaluar. Më mirë me thanë, një pjesë e bërthamës, një grupi djemve që ka qenë një akuzuar vitin e kaluar, në këtë kohë, pikërisht në këtë datë, ka qenë pjesa dominante e bërthamës së krijimit të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Jo vetëm për brigadën 121, kontributi i tyre i te kalën kufjet e kësaj brigade. Unë dua t'ju të flas me ata që kemi bashkëluftuar. Gjëja parë që kam menduar vitin e kaluar në 25 gusht, nga salla e gjyqit kam folur me Ismetin, me Agim Qelen, me Sadikun, me Imerin, me Nuhien, Aprimin, e gjitha burra këtu që kemi mrapa. Sidomos me këtë grup, duke qenë duke nxjerrë një pikë pyetje. A thua po të ishin gjallë, a ishin konë dhe ata në sallë me neve? Frikoj që po të ishin gjallë dhe ata do të ishin vitin e kaluar në sallë me neve. Pse? Arsyeja thjeshtë, sepse ne nuk kemi qenë para asaj gjykate për shkak të ashtu quajtura krime. Është vetëm një arsye. Vetëm një arsye sepse nuk i ndan kleshkës, është sepse ushtria dhe policia serbe s'ka mujt kurrë me deportu në këtë vend. Kjo është arsyeja pse akuzohet kjo zonë. Nuk kanë mundur me njësitë e tyre, terroriste, militare, paramilitare, me bërë masakra ashtu si që kanë bërë anikon Kosovës, duke mos mundur me arritë të qëllime, kanë vazhduar për 14 vite rresht, me të vetmin qëllim,
me persekutu dhe me përly diçka që është kristal e pastër si loti, se kemi qenë në rrugën e Zotit, Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Prandaj na kemi vazhdu betejën. Unë e di çka do të thonin këta. Shumë më e flisht, e turpshme, e dhimbshme, e rënd. Kanë qenë këto betejat pas luftës. Me qindra mira betejat luftës do të kishim përballuar shumë më lehtë me ato që kanë ndodhur pas luftës në Kosovë. Por ne nuk jemi përkulur, e kemi ditur për çka jemi fut në luftë, e kemi ditur qëllimin. Kemi qenë dhe jemi krenar për çdo hap dhe milimetër që kemi bërë. Dhe kemi shkruar në historinë e këtij vendi, sepse s'kemi bërë asgjë më tepër përveç që kemi mbrojtur ta fëmijë. Mos harroni, dikur në 98-ën djemtë dhe vajzat 8 vjeçare sot janë student dhe janë intelektual të kësaj Kosove. Ndërsa ata që kanë lindur sot i kanë 14-14 vjet, s'kan parë asnjëherë forcën serbe para syve tyre. Dhe kjo është rezultat i sakrificës së këtyre djemve, që sot nuk janë mesin tonë dhe mija ushtarëve që keni ju përreth, të cilët me trupin e tyre kanë mbrojtur popullatën civile mbi 85.000 banor. Ironia më e madhe, se ju dini që kena pushu një, kjo grupa jona, e bërtoma, një 6 muja, një vjetë kemi pushu mirë. Ironia më e madhe, shojmë reagimin të Serbia. Në kohën kur ne ballafaqoheshim me ato që do duhet ballafaqoheshim, në Serbi zgjidhet president, zgjidhet Zelenski Vojislav Sheshelit Nikoliçi. Unë besoj që ju pak më të vjetra kujtoni, megjithëse ne shqiptarët kështu e kemi smuj me harru, shpejt harrojmë ne. Shumë shpejt harrojmë që na ka ndodhur. Fatkeqësisht, po të paktën që ton besoj e kujtoni kur në kohën kur zhvillohej ofenziva anë kënd Kosovës, në vitin 1999 në mars, Vojislav Nikoliçi dhe Shesheli kanë qenë qeverinë e Miloševićit. Ky presidenti aktual, si zëvendës kryeministër. Dhe nëse kujtohet tash juve të vjetrit, deklaratën e Sheshelit që ka bërë në Qabrat, në Pej. Ai ka pas thonë kështu: nuk e shoh dhe nuk pranoj se është shkatru ushtria shqiptare e Kosovës përderisa unë të shkoj në malet e Berishës me pi kafe. Kështu ka pas thonë. Dhe ne nuk e lejuam ta djem përsëri po them që keni mrapas lejuan që as Shesheli dhe as një polic serb me orë me pi kafe këto malet Berishës. Dhe në kohën kur ne akuzoheshim tash çka bën? Çka ndodhen në këtë rajon? Ai atje zgjedh president. Serbia e zgjedh president. Është e drejtë e popullit serb. Ata zgjedhin ku ndojnë. Po mirë na shqiptarët me menu. Çka po ndodh? Me neve. Me neve çka po ndodh? Bile tash hajde të shkojmë çka me vota, hajde të shkojmë bisedojmë me Nikoliçin. Për çka me bisedojmë? Në qoftë se populli serb e don ja poftarin. Po ne me to s'kem çka me bisedu, se kemi kryer 1999. Jo me Nikoliçin e Daçiçin. Jo ai që na arreston djemt. Na arreston ushtarët, policët. Na dhunon policët. Na dhunon shtetin. Jo me ata të cilët hiç më pak, hiç më larg se një vit më parë. Kosova ka dhënë përsëri hero. Enver Zëberën policin. Jo, do ta dën Serbia, por ne s'kem nevojë me to. Kosova e ka përcaktuar fatin e saj. Kosova ka përcaktuar fatin e saj. Dhe përcaktimi i fatit të Kosovës është takon me luftën e shqiptarëve dhe me gjakun e dëshmorëve të kombit. Krejt të tjera janë pallavra. Kur ne nuk ishim këtu ku jemi, po mos ishin këta që janë mbrapa. Po dhe ata që keni mesin e juaj. Prandaj të nderuar para së gjitha ju familjarë të dëshmorëve, të nderuar bashkëftar, nuk është lehtë me pas në shpinë fatet historike, nuk është lehtë me pas në shpinë histori personale. Duhet të qëndrojmë fuqishëm, të mos lodhemi, edhe të mos habitemi. Jeta është e gjatë, asnjëherë nuk i dihet.
duhet të ngritemi e të bim me një besim të Zotit që të mos korritim për pak dhe mbi gjitha. Të jemi ballhapar para atyre që kemi mrapa, shokëve tanë. Çdo hap e çdo veprim që ta bëjmë për të ardhmen e vendit tonë, për të ardhmen e kombit tonë. Po e përmbylli këtë fjalim të sërgjatur për t'i thonë Ismetit se kemi bërë 76 orë së bashku me Haxhin, me Femilla Drovsin, Gjevën, Hakim Bajramin, e dëshmorë tjerë 76 orë rrugë kemi bërë për të ardhur këtë vend ku jemi ne sot, bashkë këtë vend. Hera parë jemi ndalë në këtë pozicion ku jemi sot. Nuk janë rastësisht të varreza sot në këtë vend. 76 orë kemi ecën rrugë. Dhe pushimin e parë para se më fut klesh kemi ulë këtu e kemi pi kaj cigare. Dhe kemi lënë nga një amanet njëri tjetrit, ne 3. Cilën nga ne jeton, që ato Zoti e vendos, duam që këtu të varrosemi. Për shkak të pamjes bukur për të shiquar nga Shqipëria. Për të pas shikimin atje ka jemi ardhur. E unë dua ta përmbylli fjalimin që Ismetit Afrimit, mësuesit tim, Nuhijës, Hamdijës, profesorit tim, Hakim Qelës, që është, nuk besoj që ko mbynd mund lind një oficer të tillë, një intelektual të tillë, një general të tillë, s'ka grad. Pak është me thonë Hakim Qelë e general. Dua t'ju them që e kemi shkurtuar rrugën drejt Shqipërisë. Ande s'kemi ardhur aty ku e kemi bën betimin, po nëse dje kemi 76 orë, sot i kemi 2 orë për këtu për me shku në Tiranë. E do të shkurtojmë për 9 orë për të shkuar në Vlorë në 100 vjetorin e Shqipërisë, pavarësisë Shqipërisë. Faleminderit. Në emër të familjeve të dëshmorëve, këtë tubim përkujtimor do ta përshëndes vajza e dëshmorit të kombit Hamdi Berisha. Ftojmë fitore Berishën të marrë fjalën. E nderuara familje komandantit legjendar Adem Jashari, të nderuar përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës, qeveritar, parlamentar, përfaqësues të Forcës së Sigurisë së Kosovës, të nderuar veteran, invalid të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, shoqata të dalura nga lufta, i nderuari Zotri Limaj, komandant Qeliku, të nderuar zonja dhe zotrin, të respektuar qytetarë që përcjellin këtë tubim përkujtimor përmes radio televizionit publik të Kosovës. Përshëndetje për të gjithë ju që sot jeni pjesëmarrës në shënimin e përvjetorit të dëshmorëve të kombit të brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova. Ndihem e privilegjuar që në emër të familjeve të dëshmorëve të kombit nga brigada 121 të ju drejtohem me një fjalë rasti. Të nderuar të pranishëm, lufta e ushtrisë çlirimtare e Kosovës, sakrifica e pjesëtarëve të saj, heroizmi dhe gatishmëria për flijim ndryshuan historinë tonë. Bën kthesën e madhe drejt lirisë së shumëpritur. Lirisë për të cilën punuan dhe brezat të tëra me radhë i mbyllën syt pa e shijuar dot. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në vitet 98-99 i dha fund okupimit shekullor. Ju dha fund vuajtjev, vrasjev, përsekuptimev, masakrav, deportimev dhe shkatrimev masive që pushtuesi i kishte mirë të planifikuara kundrejt popullit tim, kundrejt Kosovës sime, kundrejt moshatarëve të mi. Por fatmirësisht, ushtria çlirimtare e Kosovës, planin e saj e kishte ushtarak dhe politik, që me sukses të plot t'i kundërvihej skenarit të tmeshëm për shfarosje. Lufta e UÇK-s përfundimisht ndali lotët e shumë nënav dhe përfundimisht ktheu anën tjetër të medaljes,
e asaj që quhe jetë dinjetoze, pa vuajtje, dhe ktheu buzëqeshjen e humbur dekada më parë. Për këtë merita më e madhe dhe vendimtare u takon luftëtarëve të lirisë, nami dhe lavdia u takon dëshmorëve të kombit, dhe për t'i nderuar ata, edhe sot gjendemi këtu, në këtë vend që më të drejtë quhet fole e UÇK-s. Sot, kur gjendemi këtu pranë kompleksit memorial të dëshmorëve të kombit, ne po i nderojmë dëshmorët e kombit, familjarët e tyre, luftën dhe heroizmin e tyre, e bashkë me këtë edhe rikujtojmë shumë betejë të zhvilluara në këto anë. Qëndresa heroike e luftëtarëve të UÇK-s, Kleçkën, Berishën dhe fshatrat përreth, i bëri kala të pa arritshme dhe të pa mposhtura për pushtuesin. Përpjekjet për ta pushtuar këtë zonë mbetën vetëm një ëndër për armikun e cila u shndrua në ankth, sepse këtu nuk depërtohej dot, as nga toka e as nga ajri. Sot, kur po e shënojmë për vjetorin e radhës së dëshmorëve të kombit të brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova, ne familjet e dëshmorëve ndihemi më të fortë se kurrë. Ne asnjëherë dhe në asnjë moment të vetëm nuk pranojmë të ndihemi te pashpresë. Ne nuk ndalemi, ne vëzhgojmë, sodisim, këshillojmë, sugjerojmë për të mirën dhe të ardhmen e ndritshme të vendit. Ne vazhdojmë të jemi vigjilent për çdo gjë që ndodh dhe që zhvillohet në Kosovë, për Kosovën dhe rreth Kosovës. Ne inkurajojmë, nxisim dhe përkrahim të gjithë ata për të mirën e vendit që punojnë pa hile. Ne nuk mallkojmë, ne vetëm urojmë që shteti ynë të jetë vend ku qytetari ynë të ketë mundësi të ndihet dinjetoz. Duam dhe ashtu do të bëhet, që shteti të cilin e bëm me shumë sakrificë të na ofrojë mundësi, mua, bashkëmoshmatarëve të mi dhe gjithë popullit të Kosovës, lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit. Krenaria e Kosovës janë familje të dëshmorëve. Kështu mban titullin kënga me të cilën do të hapim pjesën artistike të këtij manifestimi. Interpreton Ramadan Krasniqi dhe grupi. Kosova je hon nga gëzimi, feston ditën e çlirimit, përkujtojmë gjithë dëshmor, sot Kosova lirshën frymole. Kosovën nale.
drite. Manifestimit të sotëm mi kanë arritur shumë telegrame. Ju falemderit të gjithë ju që nga largësia jeni edhe sot me ne. Ndërkohë unë ftoj aktorin e mirënjohur Çun Lajçi që të paraqitet para jush me një monolog. Kokën lartë shqiptari im, kokën lartë. Aty ku ke me kokë, aty ngrihu. Kokën qiell, si t'ishte qielli i jyti, i askujt tjetër. Drejto, shport me kam, në kam të t'laj, në kam të tapin gjinë, në kam të të veshin, në kam të të përkundin, sepse i til kur qajsh vërtet ke qa, sepse i til kur qojsh vërtet ke pa. I til do t'jesh jetë gjatë, edhe i gjatë. Aty është fili ytë, aty jetë ti. Kokën lartë shqiptari, kokën lartë, sepse 1000 vjetë e presim këtë ditë, sepse 1000 vjetë veç lotë e gjak, 1000 vjetë lindi me vdesim, me andrat plot liri, e liri as pak. Kokën lartë shqiptarim, kokën lartë, sepse 1000 vjetë këtë tokë e ujti me gjakën tonë, sepse 1000 vjetë këtë tokë e mbjelli me eshtat ta, 1000 vjetë këtë tokë e murosim me rashtat tona e bëjmë kala. 1000 vjetë në vrasin, 1000 vjetë në djegin, e ne gjallë, hala. Kokën lartë shqiptarim, kokën lartë, edhe kur eshtrat të t'i thyj, edhe kur kurrizin të thërmojnë, edhe kur të ndërsejnë e ty qenë e qërpri, edhe në pushkatim kur të dërgojnë, veçanërisht në pushkatim, rritrejt. Plumat e parë, le të përshkojnë e për ty të drejtuar. Le të shohin, sytë le të ju dhamin, le të thonë, heu nanën e nanës, edhe vdekjen shqiptari e beka me kokën lartë. E jotja është të rish drejt, të bësh gur mbi gur, sepse 1000 vjetë këtë tokë e qëndisim me zemrat tona. E jotja është të rish drejt, të mos dërzosh, sepse ai që dërzohet se humbë vetëm një luftë, i humbë të gjitha luftrat, të shkuarat e të ardhme. Kësa i truhen ata kur na vrasin, na djegin, na pjekin, le ti truhen, të bëu gur mbi gur. E jotja është të mos qunjëzosh. Aty ku të ka koka, aty ku pushka krisi, aty ku qaku rodhi, aty lëshoj, rajt, 7 pashë dhe.
Dhe rritu, si lis me rema, koka jote, letë përpiqet me re, sepse 1000 vjet këtë tokë e mbjellim me eshnat ta. E jotja, është shqiptari im të mos dorëzohesh. Askur zgjedhën të vend qafë, askur kumonën fyt tavarin, askur të pjekin e të prej, rrit drejt. Letë shohin, sytë bre, letë ju dhambin, letë thonë, heu nanën e nanës. Sa drejt rri ka shqiptari. Veç edhe kur të çlirohesh rrit drejt. Sepse çlirimtari është çlirimtar, nëse rri këtësisht të drejt, kujt i duhet çlirimtari i krosur, kujt? Liria është barë e madhe njerëzore, ai që ngrihet nën atë peshë, ai është i lirë e i drejt, ati i shkollë tjetër si duhet. Rri drejt, shqiptari, rri drejt, edhe kur të lënë pa medalje, edhe kur të sulmojnë e gjykoj, edhe kur fëmiu qanë e gjemën, edhe kur uji ku unguron, edhe kur qeni cijat, edhe kur korpi të ndjellëzi, edhe kur smuresh nuk e shërim, edhe kur të pështetin pas smurit, edhe kur të sytë të lidhin, edhe kur të vënë mirë në pranga. Aty nëse mundesh, duhet të mundesh. Drejtoju, tregoju përse ke luftuar edhe ke fituar. Të drejtin mund të gjykojnë vetëm të drejtët, ti mos u frigo, do të gjykosh edhe ti ata, herë të kur. E jotja komandant është të bësh gur, mbi gur. Letë shohin, sytë letë ju dhambin, letë thonë, heu, sa drejt rika shqiptari, sepse 1000 vjet lindim e vdesim me andrat plot liri, e liri as pak. Rri drejt popullim, edhe kur ke uri, edhe kur ke etje, edhe kur je pa as njeri, edhe kur kthejnë kokën anash, s'duan të shohin, edhe kur të numrojnë për të vdekur, edhe kur të pështyjnë, edhe kur të njollosin, edhe kur të gjykojnë, nëse aty mundesh e duhet të mundesh, drejtohu aty ose askund. Sepse letë e ka të rri drejt, ai që i ka të gjitha. Vështirë është rrish drejt, kur roberia të bie mbi kurriz, kur nevoje madhe të shpien hajnie të zanë, edhe atë rri drejt, s'ka gjë, kur ta ka mbajtur të vjedhësh ta mban, edhe ta mbash kokën lartë. E jotja është të bësh gur mbi gur, sepse kodrat, malet, fushat, këtu, atje, çdo kund i mbolle me gjakun ton, i mbolle me vorrët tona. Këtu, çdo kund u mbjell me gjakun e të lirë të parëve tanë dhe s'ka fuqi, nuk ka që hodhin ma kush të në ndali, të harrot emni ynë që mbet më shekuj si kalja, sepse lirin e fitume me gjak, kur kus në fali. Brezat të ri, ata më fatlumët e Kosovës, që po rritën në Kosovën e lirë të pavarur, po brumosen me dashurin për atë dheun, respektin dhe amanetin e dëshmorëve të kombit. Një recital të interpretuar nga pjesëtar të familjes së dëshmorit Sadik Shala, do të ndjekim pas pak. U kushtohet të gjithë dëshmorëve të kombit.
Nga luftrat vim, në luftra shkojmë. Me zjarre tym na shkoj kjo jetë. Dhe drejt qiellit shtegëtojmë, si shtegëtojnë drejt qiellit ret. S'jem hajdut në tonat male. Kjo është pushka shlirimtare. Nuk e kemi gjakun uj, të lakmojmë në dhe të huj. Se kjo është pushka e fëmilla drovsit. Ndërë këto të roje kanë me të lanë, shpirtin ven kanë me të marë. Nuk më dhimë se t'jeta fare, u që këmo që lirimtare. Se qungre kleçka, la drovsi, la pusha e malisheva. Po vinë të Ismet Jashari, e gjithë vëllezrit kleçka. Lumë Kosova që kam brenda, komandan që likun me shtatë zemrë. Se qungre Martina, pëllun së balit, Feres sa dikshala me shok, nuk e lëm vatanin. Trima të më dha rritë nënat, zemrë Loana trim legendash, që sarron kur brigada 121 Kumanova digjet për flamur. Tani zërin një hon, për yjet e pashuar, me zë të fuqishëm thojmë, lavdi që kur s'ju arrojmë. Një SMS më sakt një porosi për mes telefonit na vjen nga Haga. Na përshëndes Hajridin Bala. Përshëndetje për të gjithë bashkëluftëtarët, përshëndetje për të gjithë të pranishmit në këtë manifestim, përshëndetje për të gjithë shqiptarët e Kosovës nga Haga, ku po dënohet një bashkëluftëtar i komandant Qelikut, një bashkëluftëtar i trimave, i dëshmorëve të kombit që po përkujtojmë sot. Do të vazhdojmë me programin tonë artistik, një këngë të kënduar për dëshmorin e kombit Imera Lushani, këndon Begjet Korpuzi, dhe më pastaj do të dëgjojmë një balad për trimin interpretuar nga Ismet Begjeti. Nga po vjen kur short kytërim, je harkyka edhe mali, kur kreshin i Imera Lushani. Si kur trimat e motit madh, me permosat rallanetike, dërbet e nuk unë dal, me i bashku të rojet e të nike. Dërbet e nuk unë dal, me i bashku të rojet e të nike. Luftetarit pa e pun, pjesë don me kumanjoven, derin dhe ke do të luftojnë, tash lirojmë o vëlla Kosove. Luftetarit pa e pun, pjesë don me kumanjoven, derin dhe ke do të luftojnë, tash lirojmë o vëlla Kosove. Gjakataret, dhe dy meri këtu jam rrit, ku të merune dhe tralletaret, kur e panin e lakushnike. Lirin dante si kur jeten, ku
me pudjelin edhe shpresin, pra I meri si mitë sokoli. Luftetarit pa e pun, bisedon me kumanjoven, deri vdekje do të luftojnë, tash lirojmë valla Kosove. Luftetarit pa e pun, bisedon me kumanjoven, deri vdekje do të luftojnë, tash lirojmë valla Kosove. Gjakujti me amanetin, u bërhapane më ban, si merit rimat desin, me nesën neshën të gjallë jane. Kanga nisë baron krenare, si ujvaret mjeshket tona, për merin legendar, me shumë triman nga Kosova. Merin legendar, me shumë triman nga Kosova. Luftetarit pa e pun, bisedon me kumanjoven, deri vdekje do të luftojnë, tash lirojmë valla Kosove. Luftetarit pa e pun, bisedon me kumanjoven, deri vdekje do të luftojnë, tash lirojmë valla Kosove. Deri vdekje do të luftojnë, tash lirojmë valla Kosove. Në maje në bjeshkës një behar, Lëgë thërënda një trim ka marë,
Të nderuar familjar të dëshmorëve, zonja dhe zotrin, të nderuar të pranishëm dhe ju telespektator të Radio Televizionit të Kosovës, këtu po e përmbyllim këtë manifestim të 14-ën me radhë, ku kujtuam dhe nderuam dëshmorët e Brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova. Ndërkohë, duke ju falendëruar për pjesëmarrjen tuaj, unë njoftoj delegacionet që të vënë lule pranë memorialit, ndërkohë që një monografi kushtuar dëshmorit Xhavit Kozhani mund ta merrni gratis gjatë daljes tek dera e memorialit. Shikues të nderuar të Radio Televizionit Publik të Kosovës, pasqyruam kësaj rrjedhën e manifestimit përkujtimor të gjitha rrugët çojnë për në Kleçk, në nderim të dëshmorëve të Brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova. Liria dhe pavarësia e Kosovës është merit e luftës sonë, e ndihmës së aralëve tanë dhe e sakrificës, por edhe përkushtimit të çdo qytetari të Kosovës. Mirëmbëjtshim me programet e rregullta të Radio Televizionit të Kosovës.